Të gjithë ishin vonë masakruar. Si thotë që çtu dikon e ke gjatë. E kisha falenderuar për një deklarim të sinqertë. Grupin e kanë gjetë, do që banë, konë e gjenetorin ka mos tjekë të gjithë, për pasa punë. Sot para gjykatës, Sefedin Alia ka rrëfyer ngjarjen tragjike të vitit 1999. Ai tregoi se në momentin kur shtëpia e tij ishte rrethuar nga forcat serbe, ai ndodhej në shtëpinë e një kushërire. Sefedini kujtoi se sapo kishte dëgjuar krismat e para të armëve, ishte nisur me vrap drejt një përroji afër shtëpisë, ku qëndroi për disa orë. Brenda në shtëpi ishin disa familjarë të tij, 9 prej të cilëve u vran po atë ditë. Sefedini deklaroi se kur u largua nga përroji, shkoi pranë nënës, bashkëshortës dhe fëmijës së tij, të cilët kishin shpëtuar të gjallë, dhe nga aty kuptoi se meshkujt e familjes së tij ishin vrarë. Ai dëshmoi se familjarët e tij të vdekur i ka gjetë në 2 vende të ndryshme. E pyeta nënën, absurd është. Tha burrat janë vrarë. Edhe ta familja tjera e nashtu. Në atje kemi pështu për Fatimës Gruzbov. Kur është gjatë trupi Fatimës? Fatimës është gjetë 2-3 muaj. Grupin e kanë gjetë, do që banë me loka të të shu, e kanë po pjesë të persona, pjesë si këshin parë shtu. E shplu. Po, e kanë bojtë. Tash, po vim të ky momenti, ti thotë që çtu dikon e ke gjatë babën. Po. Na tregoj gjendje, çfarë gjendje ke po? Fizikisht. Fizikisht baba po një mdu, me një gjëtë bëdania të isha vetë të tjesh, se po një mdu. Duhet të asë një mos mdu, se unë Se ke shplu. Jo, se s'po që amë mdu, po të gjithë ishin vonë masakruar. Konë e gjenetorin ka mos tjekë të gjithë, për pasa punë. Për pas çfarë? Po, edhe veshët i ka pas të jekë të gjithë, se Kur tu tjek preme. po të prejme edhe veshët e tjekë të gjithë. Edhe veshkë. Po, për pas shabunë. Shabunë se kërë që shumë i prejme. Vrasjen në familjen Kryen tuaj. që e vrasjet edhe familjen. A di kjo është? Në e di më shumë, më me ditë vendik. Po është në shadin të shirti. Na e dim, nuk është punë rënd me ditë. Është punë e letë me ditë. Është punë e letë me ditë. Është në shalliki, po vazhdo. Kjo e me pëndurët e vetë, plus ka angazhu edhe para kristore ka burë. Ndërkaq, për dëshminë e dhënë në lidhje me këtë rast, Sefedin Alia u përgëzua edhe nga avokati serb i njërit nga të akuzuarit. E kisha falenderuar për një deklarim të sinqertë.